Na trego pak historinë se si niset të punosh online nga shtëpia. Për vajzat që nuk më njohin, jam Erisa, jam 23 vjeçe dhe kam 2 vite gjysmë që punoj online nga shtëpia. Si nisa të punoj online? Në fillim, edhe unë nuk besoja kurrë te këto punët online. Dhe një ditë më doli një vajzë në TikTok që kërkonte vajza për të punuar online. Thoshte 0 investim dhe regjistrim falas. Kisha pyetur edhe për kompani të tjera, por që më kërkonin 200 euro për të futur. Dhe vendosa të pyes, të marr informacion rreth punës, por që nuk e kisha të sigurt që do nisja, sepse nuk besoja fare, për mua ishin mashtrime këto gjëra. Dhe më jep informacionin për punën online dhe them, ok, do e mendoj dhe do të shkruaj. E mendoja, e shikoja, e ndiqja dhe thash, ok, hajde ta provoj një herë, dali si dali. Gjë nuk humb, regjistrimi është falas, nuk do blej ndonjë produkt që të futem. Dhe thash, po më eci, do e lë. Bëj regjistrimin, e marr punën seriozisht, vazhdoj shoh video sepse shifja që vajzat që ishin në grup tregonin rrogat e tyre që minin në fund të muajit. Kisha vajza që minin 300, 400, 500, 600, 700 euro në muaj. Dhe unë thoshta që si ka mundësi, pra, që këto marrin lek dhe mendoja se mos vallë ishin gënjeshtra. Pra, më shumë kisha frikë se mos ishin mashtrime, pra mund bëja mundimin të punoja dhe nuk do paguhesha dhe nuk do merrja asnjë lek. Çdo gjë eci mirë, isha aktive, normale e doja punën sepse më interesonte shumë të punoja online nga shtëpia. Atëherë isha dhe në lejen e Shazanis me Noelin. Unë në fillim punoja shitse në furrë buke, punoja pra një herë në javë kisha pushnim dhe merrja një rrogë 800 euro. Dhe atë kohë kur jam futur unë për të punuar online, ishte periudha që isha me lejen e lindjes të Noelis. Çdo gjë eci mirë, isha aktive, e doja punën dhe normal një vajzë që punon dhe do punën, gërmon edhe fiton. Në momenti të bëja tërheqjen e lekëve. Rroga ime e parë ishte 250 euro. Kisha frikë, pra, se do më hidheshin apo jo. Dhe pra kompania jone çdo datën 15 të muajit bën pagesën. Ka raste bën dhe deri në datën 13, por 15 është maksimumi. Dhe në datën 15 dhjetor më futet rroga e parë. Dhe nuk e ke idenë se si jam ndjer, thosha, pra ato lek unë i fitova vetëm nga telefoni. Pra imagjino të merrem më shumë se sa lek do fitoj unë nga telefoni. Dhe ja ku jam sot, 2 vite e gjysmë. Jam duke punuar nga telefoni, nuk punoj më shitse në furrë buke. Ato lek 800 euro dhe 700 edhe 600, por i nxjerr nga telefoni dhe jam me fëmijët e mi në shtëpi. Ato orë që ti kalon duke par video në për TikTok, në për Instagram, imagjinoj që ta bësh duke punuar online nga shtëpia. Nuk të kërkon njëri të punosh 8 orë nga telefoni. Dhe shumë pyetje që më vjen, sa është rroga bazë? Në network marketing kur nuk ka orar fikse, nëse unë ty të them që ti do punosh 8 orë, atëherë ke të drejtë të më thosh që sa është rroga mujore. Kur unë të them që nuk ka orar fikse, punon kur ti të duash, atëherë ajo është në dorën tënde që ti të punosh, të mbledhësh forca, të punosh, që të nxjerrësh lek. Rrogë fikse nuk ka në network marketing. Si do të pagoj një kompani kur ty nuk të jep një orar fikse dhe gjithashtu po e di kompania që ti do punosh. E si do t'jap ato lekë se s'kam dalë lekët sheshit. Kjo ishte historia se si kam nisur të punoj online, jo thash shkurt, që mos të bëj dhe video shumë e gjatë e të rinj të dëgjoni dhe mua. Kështu vajza, mua e çfarë gjë më vjen më shumë inat me disa vajza që thonë që nuk mundem dot të ta bëj. Kush ka lindur i ditur? Asnjë. Edhe unë s'dija më mësoj vajzat që më futi. Edhe ti nuk di, do të ndihmoj unë. Ama ti të kesh dëshirën për të punuar, se janë disa vajza që futen, edhe do që ti gacmosh orë minutë hënë, postove sot, hënë çfarë bëre sot. Unë si jam ashtu, ju a them këtë gjë, unë kur shoh vajzën që do të punoje, do punë, më pyet Erisa si është kjo, Erisa si bëhet kjo, jam 100% aty me të. Nuk mundem dot nga 500 vajza që janë t'i zë një nga një punon apo s'punon, kush vajzë kërkon ndihmë dhe do punën, normale që unë do t'i jap ndihmën time nga të gjitha anët. Nuk ka asgjë gjë nuk bëhet, nuk mundesh, duhet të jetë dëshira jote që të bësh. Telefon ke, internet ke, rrjete sociale tani s'ka më njeri që nuk i di, kështu që nuk të mungon asgjë gjë, as nuk paguan për të futur në punë, as nuk blen produkte. Thjesht dëshira jote të jetë për të punuar dhe unë këtu jam, do të ndihmoj. Shpresoj me këtë video të jenë të qarta vajzat që mendojnë që puna online është mashtrim. Se po t'ishte mashtrim vajza,
nuk do rria këtu të harxhoja kohën time duke u marrë me këto. Më njihni prej kohësh, kam kohë që janë për rrjete sociale. Nëse ishte diçka e tillë do e kisha lënë me kohë. Sepse shumë mirë mund të bëja diçka tjetër, jo të harxhoj kohën time kot këtuja. Kështu që unë po të pres të vish të punosh online bashkë me mua, nuk do humbasësh asnjë gjë. Dhe nëse ti nuk e bën dot ose nëse ti nuk ke mundësi, nuk të hecën o vëlla, nuk të hecën, mund ta lësh, nuk të kushton asnjë gjë, po provoje një herë, merre mundësinë, merre guximin, ta provosh një herë. Okej? Unë të pres të më shkruash, të më thuash Erisa, jam interesuar për punën online, edhe unë do t'jap informacion. Ju përshëndes dhe mezi pres të mbushet inbox-i im plot me vajza që duan të punojnë online.